Të nderuar shikues, u rikthyem në studio në intervistën e ditës me personalitetet e ditës për sot dhe temën për të cilën do të flasim. Në fakt, do të flasim për një temë të bukur, interesante edhe shumë të veçantë. Do flasim për një familje që gjithë karrierën e tyre ja ka kushtuar arsimit dhe njëkohësisht letërsisë apo gjuhës dhe letërsisë shqipe. Profesor Adem Abdullahu është magjistër i shkencave pedagogjike, ai njihet edhe si poet, njihet si prozator, përkthyes dhe njëkohësisht kryeredaktor i revistës për fëmijë Ylberi Plus. Gjithashtu është edhe drejtor i festivalit të poezisë Takimi Poetik i shkrimtarëve të ri, i shkrimtarëve për fëmijë dhe të ri, në fakt. Do flasim për biografinë e tij dhe njëkohësisht këtë profesion po e trashëgon dhe vajza e tij, Fatjona Abdullahu, e cila është asistente në Fakultetin e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe në Universitetin e Tetovës dhe njëkohësisht lektore. Nderë dhe kënaqësi që në studion tonë të kemi pra të ftuar këto dy personalitete, profesor Adem Abdullahu dhe Fatjona Abdullahu. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë gjetëm, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit për dhe kënaqësi shumë e madhe që keni pranuar ftesën. Kënaqësi edhe për ne. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë që krahas edhe angazhimeve tuaja jeni sot pjesë e këtij emisioni. Unë përmenda që ju jeni një familje të cilët ja keni dhënë, domethënë, gjithë jetën tuaj, le të themi, apo karrierën tuaj e keni dhënë gjithmonë për të mirën e shoqërisë edhe njëkohësisht për letërsinë shqipe. Unë fillimisht dua të ndalem në atë, profesor, edhe pse kemi folur në emisionin e kaluar pak a shumë për biografinë tuaj, por të flasim për atë se si ka ndikuar ose si ka ndikuar në ju që të përkushtoheni për arsimin dhe njëkohësisht edhe për botimin e revistave që janë në dobi të të rinjeve, por dhe shoqërisë në përgjithësi. Fillimisht e gjithë kjo duhet të koncentrohemi në të kaluarën që nga fëmiria. Do me thënë, unë rrjedh nga një familje që Xhaxhajnë e kom pas arsimtar nga të parët të diplomuar në Gjakov, edhe me siguri aty janë ato fillimet e para dhe informacionet lidhur me çështjen e mësimit, arsimimit, edukimit në përgjithësi dhe gjithë ato informacionet që kam marrë brenda komunikimeve me Xhaxhajnë si arsimtar në atë kohë, edhe si fëmijë unë, do me thënë sigurisht këtu janë ato bazat. Fillimet dhe interesimi për çështjet arsimit, mësimit, diturive e tjera. Dhe me siguri këtu janë të gjitha ato fillimet dhe gjithë këto punët që i numëruat pak a shumë në hyrjet, do me thënë çështja e botimeve, librave, revistës, manifestimit poetik. Pra ka qenë diçka e trashëguar edhe më herët që ju ta trashëgoni këtë profesion. Po tani çështja e trashëgimisë, do me thënë, është në kontinuitet. Unë kam di vajza, Fatjonën edhe Fatimen, të dyat janë të arsimuara, të shkolluara. Fatjona është në Universitetin e Tetovës, është në studime, do flasë vetë. Fatimen e kemi profesoresh gjuhës angleze. Ajo na mungon këtu tani në këtë moment e përshëndesim prej këtu. Në një emision tjetër sigurisht që do t'ju bashkangjitet. Po megjithatë, me qenë se përmendi profesori Fatjona çështjen e asaj se si ka ardhur deri tek ajo që i është përkushtuar arsimit dhe gjuhës, po megjithatë si ka ndikuar që ju jeni rritur në një familje arsimtarësh dhe si ka ndikuar kjo në formimin tuaj profesional. Shiko si është, Ariana, do me thënë në momentin kur rritesh në një familje të tillë ku je rrethuar me libra, e merr dijen më shumë si përgjegjësi se sa si privilegj. Do me thënë, gjatë gjithë kohës, natyrisht, unë kam qenë e njohur me botën e letërsisë, edhe atë të injektuar në mënyrë jo të dukshme. Do me thënë, pa vetëdijshëm kam kuptuar që kam filluar të lexoj, pa vetëdijshëm kam shkruar poezitë e para, pa vetëdijshëm e kam gjetur rrugën drejt profesionit tim. Do me thënë, e kam ditur që fëmijë se dua të bëhem mësimdhënëse, pa çka se nuk e kam ditur se ndoshta do të jem në universitet, po dua të them, arti i letërsisë edhe ai i mësimdhënies kanë qenë natyrshëm të futura në jetën time, edhe fal babit, natyrisht edhe fal motrës, sepse ajo është më e madhe se unë dhe e mbaj mend që e imitoja me ato zgaravinat e mia kur ende nuk dija të shkruaja dhe më vinte inat, do me thënë ajo shkruan, lexon, unë pse nuk di. Dhe natyrisht edhe fal nënës sime të ndjerë, e cila ka qenë një dashamirëse e madhe e letërsisë, për rallat e para ajo mi ka treguar dhe më bën shumë përshtypje se si nuk më jepte konkluzione, do me thënë gjithmonë më linte mua që ta kuptoj moralin dhe më vonë e kuptova që kjo është strategjia më e mirë se si edukohet një fëmijë, do me thënë jo t'ja servosh mesazhin, por ta çosh atë ta gjej, mesazhin, moralin,
Po, që del nga një prallë dhe asaj kohe. Patjetër. Ka ndikuar familja në formimin tënd profesional. Profesor, të ndalemi për të folur pak për letërsinë për fëmijë. Çfarë ju ka shtyrë, domethënë, që të krijoni revistën Ylberi? Keni parë mungesë të kësaj reviste apo revistës për fëmijë në shoqërinë tonë që juve ju bëri që të botoni një revistë të tillë? Kjo lidhet me atë që thash që nga fillimi, domethënë, unë si duhet ta përmendi që kam 40 vjetorin e botimit të poezisë parë dhe 40 vjetorin e punës në arsim. Do me thënë, në atë kohë kur ne kemi qenë si në zonës, ka qenë revista Gëzimi, Fatosi, Gazeta e Pionerit nga Prishtina, edhe shumë të tjera, të cilat unë, pastaj kur u punësova në Shqipkovic në vitin 1985, e kam pas botuar poezinë e parë në Gëzimi. Dhe pastaj me ndryshime që ndodhen, ju jeni gjenerate re, nuk i mbani ment, nuk i ndoshta i keni dëgju, do me thënë, unë ndërpre në ato revista, unë ndërpre Gëzimi, unë ndërpre Fatosi, unë ndërpre Flaka e Vllazërimit, rubrika e rinis, që ishte në kuadrë të Flakës Vllazërimit, edhe u paraqit një zbrastir e madhe përsa i përket informimit në nxënësve si formë dritare. Do me thënë revistën, unë e paramendoja në formë të një dritare, e cila në nxënësve u sillte diçka që ishte e lidhur me planin, me programin, me gjithë ato, edhe ato kishin mundësi të paraqiten me punimet e veta, me poezi, me tregime, me anekdota e tjera. Dhe si rezultat i kësaj, atëhere bëna revistën Ylberi, që e bëshim në kuadrë të botuesve tjerë, jo si personalet tonë. Do me thënë, kjo ka ndodhur në 95-ën e këndej. Pastaj, në vitin 2004, e bëm regjistrimin e shtëpisë botuese Ylberi Plus. Dhe nga ajo kohë, revista vazhdon, do me thënë, të botohet deri në vitin 2024, vitin 2025 nuk na përkrau Ministria e Kulturës, edhe nuk e kemi botuar në 2025. Do me thënë, këto janë ato format që unë i kam parë se ka nevoj të paraqitet një revist dhe në atë kohë e bëni atë punën e vetë kjo sa kishte efektin e duhur deri në ditët e sotme. Ne ende vazhdojmë të botojmë për numër shumë të vogël, do me thënë, Ministria e Kulturës duhet që ta ketë parasysh këtë dhe të na përkrahe. Pastaj, ndoshta më vonë edhe mund të flasë edhe për çështjen e Ministrisë Arsimit, e cila na ka paraqit disa vështirësi lidhur me vendimet për shpërndarjen e revistës dhe ndalimin e shitjes në shkolla. Edhe kjo, do me thënë, është një sfidë që ne duhet ta përballojmë. Megjithatë, kur jemi këtu te sfidat, Fatjona, çfarë sfida shihni sot tek mësimdhënia, le të themi, gjuhës shqipe në universitet në përgjithësi? Po, do me thënë nga përvoja ime tashmë gati 8 vjeçare, se unë nuk jam shumë, do me thënë, kalitur në këtë drejtim, po ajo që kam mundur të shoh edhe kam parë, neve na vjen student nga treva të ndryshme shqipfolse, edhe natyrisht nuk janë të gjithë njësoj të formuar, si në aspekt të letërsisë, si në aspekt të gjuhës. Ato që na vinë nga shkollat e Tetovës, do me thënë, vërej që janë më të mirë në letërsi se që janë në gjuhë, dhe kjo pastaj është një indikator që tregon se më shumë ndoshta mësimdhënësit i kushtojnë rëndësi letërsisë se që kushtojnë rëndësi gjuhës. Po kjo është një temë, do me thënë, që pak a shumë i prek edhe përgatitjen e kurikulave, plan programeve të tjera, po e përgjithshmja, do me thënë, ajo që ne e përjetojmë si asistent letërsisë, po edhe ata të gjuhës, është që jemi në luftë tani me lajmin e shpejt. Nuk kemi më studentë të cilët janë të mësuar me tekste të gjata. Sidomos në vit të parë, sfida më e madhe që kam është që ti bind studentët të ulen dhe gradualisht t'u imponoj dëshirën për të lexuar, t'u sqaroj që leximi kërkon një lloj durimi hermeneutik, pra nuk mund të arrim në konkluzione që në leximin e parë ne vetë mund të vim deri tek e vërteta gradualisht, do me thënë është një proces i gjatë që kërkon heshtje, kërkon pak vetmi, dhe kjo do me thënë është ajo sfida më e madhe dhe kryesorja që kemi me studentët. Do me thënë është jeta shumë dinamike, rrjetet sociale janë ato që pak a shumë e bëjnë punën e vetë, do me thënë problematika të kësaj natyre, ndërsa sa i takon inteligjencës, ne nuk mund të ankohemi, kemi breza shumë inteligjent, do me thënë kuptojnë shumë më shumë se që mund ne të kishim kuptuar në kohën tonë, por e gjitha është tek përkushtimi edhe tek
ngeja, sa kanë ngeja që të ulen të lexojnë, nuk kanë durim. Kjo është sfida kryesore që besoj përballen edhe drejtimet e tjera në fakt. Profesor, përmendëm sfidat edhe përmendëm teknologjinë. Do të thënë teknologjia ka marrë një hof shumë të madh apo rrjetet sociale. Sa është e vështirë që të edukosh të rinjët apo fëmijët përmes librit në këtë kohë të teknologjisë? Paka shumë edhe në arsimin e fillor është e njëjta situatë, do me thënë, mësuesi ballafaqohet me nxënës të cilët kanë inteligjencë, janë të shpejtë dhe nuk kanë durim. Do me thënë, kjo haset edhe në jetën e përditme, kur në orë të mësimit sa po bie zilja, thot mësues ra zilja, nuk do ta humbe kohën e pushimit e tjera, do me thënë, a përveç asaj edhe koncentrimin mësimin në orë. Në një kohë, ne nga pedagogjia që kemi njohur, nxënësit kanë një kohë sa mund të koncentrohet. Edhe në atë informacionin pedagogjik që kemi marrë ne, do me thënë, hyrja e orës, kontrollimi detyrave, përgatitje për orën e re e tjera, shkon deri 20 minuta maksimum. Tani, nxënësi më i mirë mund të jetë i koncentruar në aq kohë. Kështu që shkolla bëni mirë që i ndërpreu telefonët, sepse ishin kërkesat e mahershme të arsimtarve, për shkak se kur nxënësi është në shkollë dhe me telefon në xhep, aty koncentrimi nuk mund të vijë në shprehje. Tani do me thënë është kjo një pozitive, por ato sa janë në shtëpi të angazhuar pastaj plus, sa lexim lektyra, sa lexojnë revista nuk ka në për shkolla, pjesët ndoshta besoj që s'ka në asnjë shkollë, se pak revista ka. Edhe kjo është detyrë arsimtarëve e përditshme, që pastaj duhet të komunikim me prindët, të informojnë edhe prindët për shkak të kësaj gjendjeje, që edhe ata të kenë kujdes, mos japin hapësirë shumë fëmijëve nëpër telefona, por të merren me lexim, koncentrohen, të mësojnë mësimet në baza sipas rregullave që i kërkon mësimi fillor. Megjithatë, veçona edhe pse jeni angazhuar në universitet, gjithashtu në anën tjetër merreni edhe me krijimtarinë letrare. Si arrini që ta balanconi, domethënë, pjesën akademike me krijimtarinë letrare? Në fakt, për fatin tim të mirë, këto dy gjëra nuk e përjashtojnë njëra tjetrën, domethënë nuk janë pole të kundërta, thjesht e kompletojnë gjithatë figurën që duhet ta ketë një letrar i mirë që pretendon të jetë. Domethënë, përmes krijimtarisë letrare që po e zhvilloj, sepse akoma nuk kam botuar një libër tim, dhe kjo është e gjitha për shkak të asaj natyrës sime perfeksioniste, dua të kem vërtet një pjekuri artistike kur të nxjerr diçka me të cilën nesër pas nesër nuk do skuqem. Domethënë, po për të kthyer tek pyetja, domethënë ana akademike është ajo që më jep kornizën, shkollimi, formimi natyrisht ndikon që ti pastaj ti shohësh gjërat pak më ndryshe. Në ndërkohë që përmes letërsisë prekish përvoje njerëzore, dhe njëra të mban të strukturuar, tjetra të mban, si të thuash, të gjallë, të mban në jetë. Duke pas parasysh që tani jam në përfundim gati se të doktoraturës, pjesa letrare më ka mbetur pak anësh dhe i kam hyrë në hak, por sa po të përfundoj natyrisht që do rikthehem. Edhe aty edhe do të presim librin tënd të parë që ta botosh. Profesor, përmendëm revistën për fëmijë. Të ndalem pak në atë se cilat janë ato vlera kryesore që ju keni dashur përmes kësaj reviste t'i përçoni tek të rinjët, tek fëmijët. Ne zakonisht revistën e kemi llogaritur si një dritare. Do me thënë, dritarja është një freskim. Kështu që nxënësi në revista i ka rubrikat e saj të caktuara. Aty jemi me fabula, me tregime, me edukat, me ushqime, me sende, do me thënë të gjitha rubrikat janë prezente aty në atë revistë. Dhe njëkohësisht kemi edhe faqen e krijuesve të ri, nxënësve që krijojnë. Kështu që gjitha ajo që ka të bëjë me revistën është që nxënësi në një farë forme mund të freskohet me revistën. Do me thënë, përveç librave që i ka si obligim, revistën e ka si një argëtim, por edhe një mësim përmes formës artistike. Do me thënë, mësim përmes shembujve, përmes anekdotave, përmes kurioziteteve e tjera. Do me thënë, krejt është kjo në atë suazën e një dritare cila ndihmon nxënësin. Edhe në ana tjetër është që të prezantohen edhe ata me punimet e veta, me krijimtari, siç thamë ne, fillimet e para, duhet të fillojë diku, duhet nxitet e tjera.
Faqona, të ndalemi edhe pak tek pjesa e leximit të librit. Ta mendoni që të rinjët kanë humbur atë lidhjen me librin, domethënë leximin klasik, le t'i themi, si mund të rikthehet dashuria për leximin? Këtu besoj rolin më të madh e kanë shkrimtarët e gjuhës, asistentët, profesorët e gjuhës dhe letërsisë shqipe. Siç e thash, domethënë e njëjta gjë që i përkiste pjesës së përkushtimit edhe dedikimeve në mësim, e njëjta gjë qëndron edhe për procesin e të lexuarit. Problematika kryesore nuk është dëshira për të lexuar. Unë mendoj që është frika për të qëndruar vetëm, ajo heshtja që e kërkon libri, ai durimi që e kërkon libri, edhe natyrisht edhe mos promovimi adekuat që u bëhet librave. Për shembull, ja siç jemi këtu, domethënë në tavolina përplot me libra, ne të njëjtën gjë mund ta bëjmë edhe nëpër lokalet më të frekuentuara, në vitrina natyrisht për pos ilustrimeve mund të ketë rafte me libra. Librin duhet ta promovojmë si akt ose proces lirie, jo si imponim. Cila do të ishte mënyra më e mirë që ta kthenim një lexues të ri të kësaj epoke, që është gjithkohën është në informata, ka qasje shumë, domethënë me një të klikuar kupton gjëra që i duhen qindra faqe të kuptoj përmes librit, ne këto mund ta bëjmë thjesht duke i dhënë shembullin personal dhe duke e kthyer leximin në përvojë. Edhe me studentët e vërej që kur trajtojmë autor ose vepra të cilat nuk ju duken të përafërta, janë shumë të distancuar, domethënë sikur ti shpjegosh një muri, po në momentin kur ti e konkretizon, e përafron pak me realitetin, natyrisht pa e degraduar veprën letrare, por duke e sjell ngadalë tek auditori, atëherë u bëhet më interesante dhe ndihen më të përfshirë, e shohin diçka që shiko se po flet pak edhe për mua, domethënë jam pjesë e kësaj ngjarjeje, domethënë duhet t'i bësh gjërat të jenë jo siç kanë qenë dikur. Dikur nuk është dashur t'i flasësh dikujt për dobinë e librit, për vlerat e librit, ndërsa sot e ke të domosdoshme. Dhe kjo mendoj që është një proces që fillon që nga fëmijëria. Nëse ne kultivojmë letërsinë për fëmijë dhe që në fëmijëri e adaptojmë një fëmijë me librin, me poezinë, me këngët, me ninullat, me fabulat, me anekdotat, ai nuk do ta ketë nesër të vështirë dhe nuk do ta ketë mjedis të panjohur, mjedisin e librave. Po kjo është një sfidë e përditshme që na prek të gjithëve, si mësimdhënës, si prindër ata që janë, domethënë përmes shembullit ne mund të edukojmë brezat që ta duan librin, mendoj unë. Profesor, të flasim edhe pak për revistën. Si kanë qenë reagimet e fëmijëve të nxënësve në lidhje me revistën? Ka pasur ndonjë reagim që ju ka ngelur në kujtesë të ndonjë nxënësi, le të themi? Lidhur me revistën, kemi shumë përvoja sepse kam shpërndarë për gjitha shkollat e Maqedonisë, edhe kemi pasur raste kur ndonjë nxënës në shkollën ku kam punu, ka pas raste fëmijë, prind me shumë fëmijë, domethënë, edhe ka pas raste kush da e marrë revistën, e ngrin gishtat ato, ka pas nxënës që nuk e ngrin gishtin, edhe unë i kam thënë ti merre da e paguaje babaja. Edhe kështu që në kontinuitet edhe masa ndaj kur arritaj më ka thënë mësuesat ti tha kur njerë ta mu nuk mi ke bë pagesat e revistës. Më ka lënë përshtypje kjo si fenomen. Do me thënë, kishte fjallën që nuk ishte me rëndësi pagesa, ishte me rëndësi që shpërndahet dhe të lexojnë nxënësit edhe të kenë atë që dëshirojmë ne. Durimin ta kultivojnë, leximin, njohurit, edukata. Edhe keni motivuar kështu përmes këtij shembulli që edhe të lexojnë. Po jemi munduar që ta bëjmë. Megjithatë, profesor Gjuj, gjithashtu jeni edhe drejtori i Festivalit të Poezisë, takimi poetik i shkrimtarëve për fëmijë dhe të rinj. Të flasim pak edhe për këtë festival? Po desha edhe unë ta lidhet që parës, po thash hajt presëm ndoshta do vi radhë. Do me thënë, kur u bisedu për çështjen e inspirimit fëmijëve për leximin, që ta lidhi me punën e pyetjes që i bënte edhe Fatjanës, sa ajo fillon që nga fëmijëria, do me thënë. Edhe ne si shtëpi botuese, kur them ne do me thënë të gjithë, kemi pas të arsyeshme, kemi paraqe të bëjmë një manifestim ku fëmijët të vinë dhe të paraqiten, të ekspozohen dhe të promovohen me atë që krijojnë. Kështu që nga 2015 manifestimin e kemi mbajtur, edhe këtë vitin që kaloi nuk na e finansuan, do me thënë edhe nuk e mbajtëm në 2025-ën, shpresojmë që tani në 2026-ën të na ndëgjojnë ata që mirën me këtë çështje, edhe ta kenë parasysh, sepse manifestimi bën lidhjen e gjeneratave. Do me thënë ne ftojmë
krijues që shkruajnë për fëmijë, që tani janë në moshë, krijues të rinj që llogariten nga nxënësit e shkollave të mesme, edhe krijuesët fëmijë që janë në shkolla nga klasa e 5, 6, 7 deri në 9. Dhe aty në punët e manifestimeve ju i keni ndjekur, keni parë se aty kemi komisionin për vlerësimin, shpërndajmë, japim libra si shpërblime, vendet e para, dyta, treta, kështu me radhë. Edhe shpresojmë që të vazhdojmë me manifestimin, sepse është e vetmja dritare ku mund të krijuesit e rinj, fëmijët, të paraqiten, të recitojnë, lexojnë poezitë e veta edhe të bëjnë ta matin vetë-vetën deri ku janë me nxënësit tjerë që konkurrojnë në atë manifestim. Fatjona pak më herët përmende çështjen e përgjegjësisë së dijes se sa një privilegj. Dua të ndalem në atë që edhe pse nuk keni botuar librin tuaj të parë, megjithatë ju mund të quheni shkrimtare sepse keni shkruar shumë dhe në rrjetet sociale kemi parë ndër poezitë më të bukura që kemi mundur t'i lexojmë, sinqerisht. Çfarë përgjegjësie ndjeni si shkrimtare ndaj gjuhës shqipe, le t'i themi? Në fakt, e ndjej të njëjtën përgjegjësi që e ndjeni edhe ju si media, e ndjeni edhe në rolin e mësimdhënësit. Do me thënë, përgjegjësia është e madhe për të gjithë ne që kemi një farë zërie dhe ai zë na dëgjohet. Shumë shpesh dëgjoj që po anatemohen të folmet ose dialektet edhe i shohim si armik i gjuhës. Nuk është aty problemi. Do me thënë, dialektet e pasurojnë gjuhën, janë të bukura, nuk e kemi ne këtu problematikën më të madhe. Problematika më e madhe është kur ne që kemi hapësirën për të folur dhe për të shkruar, nuk e respektojmë gjuhën shqipe, nuk e zbatojmë siç duhet, nuk e njohim në radhë të parë, edhe e shohim vetëm si mjet komunikimi për të kryer punë. Unë shumë shpesh ju them edhe studentëve, mos e merrni gjuhën vetëm mjet komunikimi. Mënyra si shkruani edhe si flisni tregon shumë se kjo është mënyra edhe si mendoni. Me thënë, nëse nuk keni fjali të strukturuara mirë, kuptoj që në kokën tuaj është një lëmsh i madh që mezi po e zgjidhni. Do me thënë, ne të gjithë kemi një lloj përgjegjësie, por kjo bëhet natyrisht duke qenë fillimisht të vetëdijshëm për rëndësinë, edhe këtu prap duhet të kthehem tek roli i mësimdhënësve në shkollat fillore, po edhe në ato të mesme, që ndalen shumë në jetët e autorëve, në filan poezi, në filan tregimin, dhe nuk ndalen në rregullat bazë, do me thënë të drejtë shkrimit, pastaj të gramatikës, morfologjisë, sintaks, që na vinë, do me thënë, breza, të cilët ndoshta për herë të parë dëgjojnë terminologji që nuk është edhe aq e pa dëgjuar. Do me thënë, janë procese që duhet të shihen me themel, nëse ne duam që ta respektojmë Shqipen siç e meriton. Por ndryshe përgjegjësinë e ndajmë që të gjithë, si ne që shkruajmë, si ata që nuk shkruajnë. Është përgjegjësi kolektive. Po, është kolektive, patjetër. Profesor, të flasim pak edhe për arsimdhënien. Profesor sot, pra si shihni rolin e profesorit apo arsimtarit sot edhe në kohën kur ju për shembull për herë të parë keni filluar të punoni si arsimtar? Ka shumë dallime apo ka shumë ngjashmëri? Unë për mendimin tim mendoj që arsimtari është në një proces të ndryshimeve. Pantarej, gjithçka ndryshon, gjithçka lëviz. Do me thënë edhe arsimtari është pjesë e kësaj jete, pjesë e këtij ndryshimit të madh teknologjik, edhe me siguri se edhe ai duhet të përshtatet rregullave dhe rrethanave. Por me një kusht që të mos bëje lajthitje nga ajo që ai është i përgatitur për atë çështje, për atë punë. Do me thënë, këtu vjen shprehje përshtatja e njohurive me teknologjitë e reja, përshtatja e informacioneve dhe edukatës. Do me thotë, para së gjithash pa edukat, nuk ka mësim. Pa mësim nuk ka edukim. Do me thënë, këto janë të lidhura, sepse njëra e ushqen tjetrën. Mësimi permanent, i përhershëm, bëhet edukat. Do me thënë, mësohet që ai në një kohë të caktuar të shfletoje, të lexoje, ta shfrytëzoje kohën. Dhe kështu që edukata, mësimi, e bëjnë atë bazën arsimin që është ndërmjet këtyne. Mësimi, arsimi dhe edukata janë tre këto komponentet të cilat arsimtari nuk guzon të largohet këtyne. E tjetra është që të nxënësit e kësaj kohe duhet ta kultivojë heshtjen, durimin, qëndrueshmërinë, guximin dhe këmbgulsi. Sepse siç tha edhe Fatjona, edhe nxënësit nuk janë këmbgulës në atë. Po e bëj ose s'e bëj. Do me thënë nuk mund ta bëj, është e vështirë. Tjera nuk rreket ta provoje, a bën atë detyra nuk e bën.
Do me thënë, kjo është detyra e sotme një arsimtari i cili nuk guxon të mposhtet nga rrethanat, nga kushtet, sepse aja është prisi. Kjo është edhe besoj që do të vazhdojnë në kontinuitet. Në fakt, unë kam edhe disa pyetje që do kisha dashur të jenë pyetje të përbashkëta për të dy juve. Do me thënë, në përmeta pak më herët jeni një familje që karriera juaj ka të bëjë me arsimin dhe njëkohësisht me gjuhën. Si është të bashkëpunosh profesionalisht, për shembull me vajzën, me bijën tuaj, edhe në arsim edhe në gjuhë shqipe, edhe në krimtari letrare? Shife, kjo është kënaqësia më e madhe, për shembull, që kur fëmijët janë krahu i gjatë, ose mbështetje. Unë shpesh kur bëjnë ndonjë punim dinisin, edhe i thëmë Fatjona dhe e shof edhe nuk e kam gajlim ato që nuk mërzitet. A kupton, do me thënë, ose Fatimja. Kështu që ne jemi në bashkëpunim edhe kënaqësi është që Fatjona është modeste, kjo ka të shkrujt me shumë materiale. Kjo ka punime shkencore të bëme gati, une shpesher i them që t'i botojmë aje nuk, si që tha edhe nuk ashtu, nuk lejon. Do me thënë, do të bëhet t'a krija ajo kur do. Perfekcioniste. Do me thënë, t'a bëjnë perfekte. Mirë, po unë mendoj që perfekt është veç Zoti. Ne jemi njerëz dhe ne mund bëjmë edhe gabime, po jo të gabime që të mund t'jenë të rënda. Kështu që sinqerisht, seriozisht e them, kënaqësi më të madhe nuk ka. Sidomos për një prind. Kështu që për një prind që unë kur i shoh librat, bibliotekën, kur e kom pa e vogël, Fatjona ka lexuar shumë, se kjo nuk folën, nuk kallzon shumë. Unë e kisha një libër të Aleksandr Stipçeviçit për Ilirët. Edhe unë e lexoisha në atë kohë, edhe e la në tavolinë, nuk e kam ditur unë se Fatjona i lexon ato. Dhe kur erdhë puna për orientimin profesional, më thotë babi do shkoj në arkeologji. Nëse ka qenë kështu. Pas e kam baru shkollën e mesme. Me thanë në arkeologji, thash po i hikë se arkeologjia punë e randë, për duhet të meresh me tenjsht gërmime. Edhe pasaj në gjatë bisedës se kuptova se kjo e ka lexuar krejt librin Aleksandr Stipçeviçit si fëmijë. Për Ilirët. Për Ilirët. Dhe unë u çudita, thash po ku i ke gjetë? Tha atë librin që e lishin tavolinë. Për një prind duhet jetë një kënaqësi shumë e madhe. Po mi ti thatë Fatjona edhe të bashkëpunosh me babajin, është kënaqësi kjo? Patjetër është kënaqësi, është inspirim dhe motivim. Mbaj mend që konkursin e parë ku kam marrë pjesë, do me thënë ma ka bërë babi pak me hile, se unë shkruaja, po nuk konkuroja në konkurse letrare, më vjen të kështu, do me thënë, nuk jam gati, nuk është poezi e mirë, dhe mbaj mend në një konkurs që ishte, e shohe emrin tim mes konkuruesve. Natyrisht nuk kisha marrë një çmim, kisha marrë vetëm një mirënjohje, po unë atje nuk kisha konkuruar. Edhe pyes babin, thot po unë kisha poezitë e tua dhe njërën e qova në emrin tënd. Dhe që nga ajo ditë, do me thënë nga frika se mos babi çon ndonjë poezi tjetër time, fillova të konkuroj vetë dhe filluam çmimet e para të vinin, dhe atëherë e merr një lloj miratimi që puna jote vlen, se dhe kjo puna e përsosmërisë nuk është gjë e mirë, do me thënë nuk është shfaq si veti pozitive që u them njerëzve jini perfekcionist, jo, guxoni të publikoni edhe të shkruani natyrisht gjëra që ja vlejnë, edhe mos rini shumë në guask, sepse nga njëherë kur del e sheh që, do me thënë, ja ka vlejtur të dalësh dhe jo të rish. Do me thënë keni ndikuar tek njëri tjetri në profesion? Shumë, patjetër. Në mbështetje të njëri tjetri? Përveç kësaj ndikim tjetër unë si krijues, se unë njihem më shumë si krijues për fëmijë. Po. Kështu e kam vokacionin edhe me revistën. Fëmijët janë inspirimi i parë që të mund të shkruash diçka që nuk e gabojsh kurrë. Edhe unë gjatë dëgjimit të lojrave që bëjte Fatjona me shoqet andekën, edhe unë i misha modele edhe motive. Për shembull, kam edhe këto poezi që janë shati të botuara në rilindja, në flag, në gëzimi fatosi, ati për shembull edhe titujt janë simbolik të atin e vjeshave, era e rand, era e lejet, ato fluturimi, fluturat, e tjera, do me thënë, krejt ishin këto inspirime nga biseda e fëmijëve që dëgjohesha gjatë lojrave që bani. Interesante është kjo për inspirim. Do të jeni motivuar pikërisht nga fëmijëria e vajzave të nga fëmijëria e fëmijëve që të publikoni edhe në këtë revistë Rilindja për fëmijë të asaj kohe me poezitë shumë të bukura. Po megjithatë kur jemi këtu tek letërsia për fëmijë, si e shihni të ardhmen e gjuhës shqipe dhe letërsisë për fëmijë në trevat shqiptare?
Tani, gjuha Shqipe, së shpejti, këto 2 ditë, 3 ditë lexova një fjalor i madh i gjuhës Shqipe. Po, edhe unë. Edhe kjo mu më gëzoi shumë. Do me thonë se ne kemi fjalorin e gjuhës së sot me Shqipe, por ki fjalori i madh mu duk një punë e madhe, pa marrë parasysh që kishte komentime të ndryshme aty, besoj se gjuha Shqipe do ta mbaje frontin, siç tha edhe Fatjona, dialektet janë pasuria e gjuhës, edhe gjuha letrare standarde duhet të funksionojë ashtu siç ka funksionuar deri tani, dhe ne që merremi me krijimtari duhet ta kemi parasysh që ta vëjmë në funksion gjuhën Shqipe, të i përdorim fjalët ashtu siç janë, ashtu siç duhet shkruhen, ashtu si duhet thuhen, dhe besoj që nuk do të kemi problem në të ardhmen. Megjithatë, misioni juaj i mësuesisë, të ndalemi edhe pak te kjo që quhet mision, dhe që ju e keni si mision. Nëse do ta përkufizonit misionin tuaj, le të themi me një fjali, profesor, cila do të ishte ajo fjali? Edukim, mësim dhe durim në nxënien e diturive. 3 komponente në një, domethënë. Në vlerat morale. Fatjona, si do të kishe përkufizuar? Në fakt, unë nuk jam kaq shumë e qëndrueshme në misionin, domethënë në varësi të kohës që vazhdimisht rjet, ashtu më ndryshojnë edhe qëllimet e mia, apo natyrisht misioni është ai që të jemi sa më të përkushtuar, të japim hakun punës që bëjmë, të japim përgjegjësinë që na takon detyrave që i marrim, sepse nuk më pëlqen kjo dëshira për të bërë gjithçka dhe të gjitha nga pak dhe jo sakt. Me thënë, jam i thare për pikëmërisë, edhe natyrisht të motivojmë gjeneratat e reja. Mendoj që nuk është shumë e rëndësishme të japësh informacion, sa që është e rëndësishme të japësh motivim. Gjithmonë i mëshoj kësaj gjëj edhe me studentët e mi, them, për ju është e rëndësishme të jeni të motivuar, të mos thyheni në atë rënien e parë të provimit ose në atë notën 6 të parë, dhe me njëherë të refuzoni këtë që ka ndodhur dhe të ringriheni më të fuqishëm, më të përkushtuar, edhe me më shumë vizion për të ardhmen tuaj, sepse në të kundërtën ne do me thënë pajtohemi me gjërat siç na ndodhin dhe nuk i ndryshojmë ato. Në ndërkohë që të mos i ndryshosh gjërat, do me thënë që je po njësoj fajtosh sikurse ti shkatrosh ato. Kështu që ky do të ishte një lloj misioni, qëndrueshmëria dhe saktësia në gjërat që bëjmë. Po, Fatjona, më qenë se folëm për familjen tënde, por a keni ndonjë kujtim nga familja që lidhet pikërisht me profesionin? Kam shumë kujtime, do me thënë, edhe i kam të konkretizuara në fakt. E kam ende fletore e parë të poezive që kam shkruar, dhe poezia e parë pas kështë qenë poezi për lulen. Është një fletore që nuk ka as një vi, as një kuti, dhe ka qenë ajo sfida, ndoshta e një fëmije të klasës së 2, e kisha shkruar poezin të gjithën me shkronja të mëdha, diku ndonjë shkronjë, do me thënë të vogël, me një stilolaps të kuq, dhe sot kur i lexoj ato poezi, çuditem edhe them si kam pasur edhe vetdijen që të shkruaj edhe datën. Do me thënë ka qenë kjo datë dhe kjo ditë dhe vetëm ora mungonte të shkruaja. Do me thënë, kam kujtime të tjera, pastaj që lidhen natyrisht me letërsinë, por nuk e di saktësisht librin e parë që kam lexuar. Edhe kjo pak më vjen i natë, po nga një herë them edhe më mirë, se ndoshta ka qenë shumë herët. Se ke mësuar shkronjat. Po, me siguri. Ato libra që babi përmendi, do me thënë të Aleksandr Stipçeviçit, kanë qenë disa vëllime dhe kanë qenë më shumë se një. Po mbaj mend, do me thënë që më intrigon të gjithmonë e kaluara e shqiptarve, doja të gërmoja. Atëherë nuk i kam ditur problematika ato, se si të thuash, ato pikpyetjet që ngrihen për identitetin kombëtar, po thjesht, do me thënë, vetëm nga dëshirat e nga kënaqësia kam zgjedhur që të gërmojnë të kaluarën tonë, edhe kryesisht këto janë. Pastaj, natyrisht me rrjedhën e kohës, gjërat edhe harrohen edhe. Po megjithatë kujtime të bukura. Shumë të bukura. Që ja vlen të kujtohen në fakt. Fatjona më kujtoi shumë se ende tani në këtë moment. Edhe mua më rikthej në fëmijërinë time kur kam filluar librat e parë të lexoj. Është vërtet për të çuditë dhe interesante. Unë kom pas raste të shfletoj çto fletoret që thot Fatjona, edhe thjesht nuk e kisha logjikën dhe si ka mundësi një fëmijë i moshës, çasaj moshe, klasa e 2 ose e 3, është aq nivel të lakmueshëm, të kënaqshëm, të nivel të lartë poezisë. Unë këtë e disha, sepse kisha unë e ndëgjosha, për shembull unë lexoj diçka andej kjo me shoqni, me shoqe, ose bëjte teatr vetë, monolog vetë, drama, zhvillojte ngjarje të çuditshme, interesante, edhe them kjo inspirim është, inspirim prej Zotit, kjo vjen sigurisht. Ajo përgatitje profesionale klasa e 2, e 3,
Edhe tani mi kujtej Fatjona këtë çaste interesante. Prej në familje ka qenë thirrur për... Tani më kujtoj edhe tjera sende që thash për vete atje me xhaxhain tim. Shife edhe ai mu më jepte do libra të Alex Budës në atë kohë. Alex Budën unë nuk e kisha ndëgju kush është. Edhe ai më tregonte kur ka qenë Alex Buda në Gjakov, kur ka mbajt një ligjërat, tha, ai xhaxhai im ishte 1,80 metra e sa. Edhe tha gjatë ligjerimit, tha Alex Buda filloi të më duket shumë i madh. Ai në fakt pas ka qenë trup shkurt, Alex Buda, edhe unë librat ati i kisha. Edhe deri në ditët kur filluan që të hinë për shtëpi të bastisin libra, edhe njerë kur u ktheva unë nga shkolla, nëna ime i kishte nxjerrë në kopsht, edhe va kishte vënë flak. I them, çfarë kjo? Tha libra, tha me nanën më të çtojnë në burg, tha, se do të marrën. Thash të i nani, e s'kam çka të bëj, thash kalli krejt. Edhe që kjo historie e librave që i kisha trashëgimi nga xhaxhai. Megjithatë, Fatjona, në një moshë shumë të re, përmendi profesori që ke filluar të lexosh edhe të shkruash, je inspiruar përveç babait tuaj, je inspiruar edhe nga dikush tjetër, për shembull një profesor, një arsimtar asaj kohe, mësues që tek ti ka ngjallur këtë dëshirën e madhe për të shkruar. Në fakt, çfarë të ka inspiruar në atë kohë? Në fakt, babin e kam pasur edhe mësues, më ka dhënë edhe mësim. Inspirimi ndoshta më i madh ka qenë nëna ime. Domethënë ajo gjatë gjithë kohës lexonte dhe në kohën kur unë nuk dija shkrim leximin, mi interpretonte, mi tregonte. Më lexonte shumë për ralla, më tregonte shumë për ralla, dhe kjo si thuash edhe ka krijuar atë lidhjen e pathyeshme shpirtërore, të cilën natyrisht vetëm fizikisht tani më nuk e kam, por ajo e përjetshme mbetet. Pastaj në aspekt tjetër, do me thënë të motivacionit, unë si thuash tek libri e kam gjetur strehën, atë kur nuk më kam mjaftuar vetvetja, kur nuk më kam mjaftuar shoqëria, kur nuk më kam mjaftuar, ku e di unë, ndoshta edhe familja, më kam mjaftuar letërsia, edhe e kam gjetur veten aty. Edhe të rinjve çfarë porosie do i kishe dhënë përsa i përket leximeve? Mos kenë frikë nga libri, mos kenë averzion nga libri. Të provojnë ta njohin fillimisht, se me siguri do të miqësohen, edhe të zgjedhin letërsi të mirë. Do me thënë, të mos jenë tani edhe viktime këtyre trendeve, ose këtyre që promovohen edhe që nuk kanë vlera, dhe të konsultojnë njerëz që kanë lexuar. Se ne natyrisht, në qoftë se nuk mund të lexojmë një libër për tjetrin, ne mund pak a shumë t'i japim direktivat, edhe t'i tregojmë çka vlen dhe çka nuk vlen. Edhe natyrisht të fillojmë që nga fëmijëria. Duke filluar nga fëmijëria, ne mund të edukojmë breza që e duan librin. Pastaj më vonë është problem, më vonë kemi shumë armiq të tjerë, të cilët herë i mundim, herë nuk i mundim, pra teknologjinë nuk e mundim dot. Në qoftë se nuk e kemi mbjell një gjë para 20 vjetësh, nuk mund të presim që një i ri në moshën 20 vjeçare të dashurohet në mënyrë të beftë me librin. Kjo rallë ndodh, por ndodh. Por Fatjona, tani lexon, me tjenë se ke edhe angazhime të përditshme, ke kohë për lexim? Gjë e mirë është që profesionin e kam, si të thuash, që detyrimisht e ka të lexosh. Edhe leximi është si puna e kondicionit, këto që bëjnë palestër, do me thënë pak ta lësh edhe të humb fuqia e muskujve, edhe puna e leximit ashtu është. Sa më shumë të shkëputesh, pastaj aq më të vështirë ke të arrish atë nivelin e duhur të përqendrimit, të thellohesh edhe natyrisht edhe ti kuptosh gjërat. Po unë kohë pas kohe natyrisht për qefin tim lexoj, ndërsa në mënyrë të përditshme, do të thënë në bazë ditore, natyrisht lexoj sepse jam edhe asistente e letërsisë në Universitetin e Tetovës, jam gjithashtu edhe lektore e gjuhës shqipe, dhe të dyja anët, edhe gjuhën edhe letërsinë duhet t'i mbaj kështu themele shumë të forta, ndryshe nuk bën. Si motivon të rinjët që të lexojnë? I motivoj thjesht duke u bërë më të afërt me jetën e tyre. Thash, klasikot ju duken shumë të largët, ose nuk e di, shumë shpesh dëgjoj shprehje të tipit këto para 100 vjetësh. Dhe në atë kohë, do me thënë ti e kupton që thjesht nuk po e gjejnë veten, dhe
gjejmë elemente të përafërta, natyrisht pak a shumë kur jemi edhe më afër tyre gjatë semestrit, natyrisht e kupton edhe botën e tyre edhe kthehesh në një farë psikologu, e sheh se cilët janë ato telat ku mund t'i prekish, dhe natyrisht u bën pak interpretimin më interesant, u konkretizon, u jep shembuj me të tashmen, me ato dilemat, me sfidat që kanë. Për shembull, librat që kanë tema psikologjike janë më të këndshmit. Pse? Sepse jetojmë në epokën ku thuajse gjithkush ka një farë ankthi, një farë stresi, edhe aty e gjejnë veten, aty ndalen. Në ndërkohë këto librat e tjerë të cilët lidhen më shumë me punë që janë të largta me botkuptimin e tyre, natyrisht nuk i interesojnë shumë edhe aty edhe nuk mund edhe të insistojmë. Po, që të lexojnë. Profesor, cilat ishte porosia ose këshilla juaj për prindërit dhe mësuesit për edukimin e brezave të ri, pra falë përvojës tuaj? Lidhur me përvojën që kemi ne, do me thënë në mënyrë permanente, kemi komunikimin me prindërit. I themin në pedagogji trekonshi didaktik, pedagogjik, prindi, nxënësi dhe arsimtari. Ki trekëndësh nuk guxon të prishet edhe nuk guxon të kputet. Për shkak se edhe prindët ka njëherë si prind ose janë subjektiv ose nuk i kushtojnë shumë vëmendje dhe ne si arsimtar i paralajmërojmë në raste kur kemi nevojë që të sqarojmë diçka për nxënësin që gjendjen se ka suksesi, pse ka lëviz, sjellja në shkollë me shokët, me shoqërinë e tjera. Dhe ne mundohemi që në mënyrë të përhershme, në mënyrë permanente ta mbajmë komunikimin me prindërit, me nxënësit dhe ne që të trekonshit funksionojë. Do me thonë, tani nxënësit, siç përmendëm, kanë nevoja, kanë dëshirat të llojeve tjera. Ne kemi pasur dëshirat të tjera, për shembull, kemi pas dëshirë të kemi të mbrim, ta lexojmë një gazetë, ta lexojmë një revistë, ta lexojmë një libër, të shkojmë ta marrim në bibliotekë, e tjera, se këto lidhen edhe me atë rastin që Fatjona përmendi me inspirimin, nana e Fatjonës, zonja ime e ndjera, ajo ka lexuar shumë edhe e di unë që u asqaronte lektyrat e shkollës që i kishin heshtje në armëve, Malsoren, Nazmi Ramanit e tjera, e mbaj mend si sot kur va shpjegonte fëmijëve. Do me thonë, këtë fenomen të leximit lektyrave tani e kemi edhe në shkollë, për shembull, shpesh nxënësi e merr lektyrën dhe nuk e lexon. Edhe unë i them pse, thot, shumë libri madh, shumë nuk kanë durim ta lexojnë e tjera. Edhe unë e shoh si nevojë që arsimtari duhet pak t'i nxitë dhe t'i inspirojë edhe pak t'u tregojë se për çfarë flitet aty. Edhe mos t'i lënë pezull që ato ta zbulojnë vetë gjatë leximit. Është çështje punë psikologjike, arsimtari këtë e di këtë punë se në mënyrë të përhershme punon. Dhe besoj që mësuesit e mirë për herë kanë qenë edhe nxënësit e mirë për herë kanë qenë. Kështu që besoj që do t'jetë. Për mua ishte nder dhe kënaqësi shumë e madhe që sot të ju kisha në një intervistë të ditës për sot, për të folur për gjithë veprimtarinë tuaj. Ju uroj shumë suksese, uroj që Fatjona të ketë dhe librin e saj të parë dhe mirpresim sërish për ta promovuar bashkë. Njëkohësisht do flasim sigurisht edhe për tema të tjera në emisionet të radhës bashkë me profesorin. Faleminderit shumë. Faleminderit ty. Faleminderit ty, Ariana. Kënaqësi. Të nderuar shikues, edhe me juve këtu do të përshëndetemi për të takuar sërish nesër në po të njëjtin termin me të ftuar të tjerë. Deri në takimin e radhës, bashkë mirupafshim.